i bëhet padrejtësi, padrejtësisht njerëz, e qohet natën lutët, ajo lutje sup. Ajo lutje sup. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse dikut i bëhet e padrejt, ja hajnë hakun Allah, padrejtësisht i në hak njerit, e ai qohet natën lutët, o Allah mbrojëm, ose jepjëm hakun, Allahu duas ti i thot, dhe ansurannaki walau ba'da hin. Ka mundsi vonohet pa kthimi, e din Allah kur e kthen, ama Allah thot, gjithsesi, komet një muafëm. Gjithsesi komet nxirr hakun. Kjo nuk shkon. Kjo nuk shkon. Nga se të ndozër veçanisht për njerëzve domon që jenë më dopt.